Absolutisht, ne në kuadër të Institutit Oktopos në vazhdimësi e kemi theksuar dhe kemi gjetë përpjekjet e vazhdueshme të Serbisë që të ndërhyj në kuptim të cenimit integritetit procesit zgjedhor në vendin tonë. Në këtë kuadër, normalisht që Serbia do të përpiqet edhe një herë që jo vetëm ta instrumentalizoj përfaqësimin politik të serbëve të Kosovës nëpërmjet listës serbe, por edhe duhet të kihet parasysh që mund të priten veprime konkrete destabilizuese, prandaj institucionet e sigurisë në veçanti do duhet të kishin vëmendje të shtuar edhe sa i përket aktiviteteve me sulme eventuale kibernetike në infrastrukturën e vendit tonë, por edhe me provokime dhe incidente të tjera të cilat do të kishin për qëllim që të shkaktojnë tension dhe destabilizim të situatës së brendshme. Në këtë kuptim, institucionet do duhet të tregojnë vëmendje sa i përket metodave që Serbia në vazhdimësi ka përdorur në proceset zgjedhore në Kosovë, siç është blerja e votave, shantazhi, ndërhyrjet eventuale të presioneve të ndryshme, kërcënimeve të ndryshme e kështu me radhë. Pra, edhe në këto zgjedhje pa diskutim që ne presim që Serbia do të përpiqet të ndërhyjë në integritetin e procesit zgjedhor, prandaj është shumë e rëndësishme që institucionet e sigurisë të shtojnë vëmendjen e tyre për të mbrojtur procesin dhe për të mbrojtur sa më mirë që është e mundur përfaqësimin politik të vullnetit të qytetarëve të vendit tonë me 7 qershor.